Cila është mosha më e bukur? Të gjitha moshat janë të bukur, po ta thash edhe pak më përpara. Mosha e fëmirisë është më e bukur. Po është e bukur dhe adoleshenca, është e bukur dhe rinia e hershme, është e bukur dhe pjekuria. Janë të gjitha të bukura. Po të dish të jetosh me zemër, edhe me mend, ato janë të gjitha të bukura. Por prap, fëmiria mbetet më e bukur. Asa do donim të ishim edhe një herë fëmijë. Sa po e tham? Ja, shikon, atë thash, që kur rritemi themi thishim dhe njerë si Harperi. Edhe mami dhe babi jote thonë këtë, jam i sigurt. Pyeti kur shkosh pi. E keni thonë dhe njerë ju asi kur t'ishim dhe njerë të vegjël? Po thanë po. Nduket se e ka dëgjuar edhe Harperi kur ja kanë thënë. Mendoj. Zakonisht e themi me vete. Apo jo? E themi dhe me zore, por më tepër e themi me vete, atë kishe. Nduket se e kanë thënë, Po. No, E kam dëgjuar. Për çfarë ta pyesim tjetër? Baba gjysh. Se mendon se disa njerëz harrojnë të jenë të mira edhe kur e dinë si bëhet? Sepse janë të pavëmendshëm. Njeriu duhet të jetë i vëmendshëm tek gjërat e rëndësishme të tij. Njeriu duhet të jetë i vëmendshëm te fëmia i tij, te nëna, te baba, te bashortja. Të jetë i vëmendshëm si rritet fëmia, si edukohet, si shkollohet. Ndonjëherë egoja njerëzore, uni njerëzor, se ego është fjala huaj, uni njerëzor, ose të dashuruarit shumë me veten, e bëjnë që ata të jenë pavëmendshëm ndaj njerëzve që kanë rrotull dhe që i duan. Isha i qartë? Më kuptove? Është vajzë e zgjuar. Jo, se mund, e pyeta isha unë i qartë, se mund mos isha unë i qartë në atë që thash. Nëse nuk do ishe baba gjyshit, çfarë dhurate do i kërkoje atij? Ja të mirë të një gocë të vogël të bukur si ti. Sepse dhurata më e madhe që i bën natyra njeriut është fëmia. Gjëja më e çmuar që njeriu lë pas është fëmia, është vazhdimësia e jetës. Ne njerëzit jemi qenie njerëzore dhe kemi të gjithë të drejtën të mendojmë dhe për karrierën, dhe për pasurinë, janë drejta njerëzore. Por kur ikim nga kjo botë, ikim me duar bosh. Pasuria e vërtet që lëm është pasardhësi, fëmia. Prandaj është dhurata më e madhe që njeriu merr në jetë, nga jeta. Baba gjysh, po ti do t'i bësh ndonjë pyetje Harperit? Po Harperi do të rikthesh edhe një herë në fëmijëri po në kohra moderne? Po më, Harper. Ke bërë një plane për kur të rritesh? Se është natyrën e fëmijës që i bën dhe ato plane, me atë veten tënde aty. Kam menduar që kur të rritem do kem më shumë libra edhe do... Sa bukur. Një profesori im, një njeri erudit, kishte një shprehje shumë të bukur, që unë se harroj të rjetën. Kush të dhuron një libër, të dhuron një dritare për të parë botën. Që sa e bukur është, se është metaforike. Të dhuron një dritare ku ti mund të shikosh botën. Unë të uroj të kesh gjithë librat e botës. Faleminderit. Po si profesion? Do të doja të isha shkrimtare, por nuk e di çfarë profesioni tjetër do të vazhdoja, se kam vendosur akoma. Normale për këtë fazë si e, unë kam dashur të jem dhe shofer dikur. Në një farë mënyrë shofer slite u bërë, kështu që. Po. Vetëm se kam drer dhe frer, nuk kam timon. Do të ndryshojmë çik. Sa shpesh apo shërbimet aty. Njerë doja të bëhesh astronaut, që ishte komplet e pa realizueshme të dilja në hapësirë. Fëmijët si ndryshojnë shumë shpesh dëshirat, dhe kjo është gjë shumë e bukur sepse të bën të udhëtosh qoftë edhe në fantazi, në realitete që ndoshta edhe mund mos i prekësh një ditë, por prap të pëlqejnë. Edhe unë prandaj ndryshoj se herë thoja që do ikja në Zvicër dhe do studioja për astronomi. Astronomi, sa bukur. Të njohësh hapësirën. Më pëlqen prap, por nuk është se jam shumë e sigurt tani. Është një mrekulli sepse shikon, ne njerëzit me thënë të drejtën nuk e njohim shumë hapësirën, ne njohim shumë pak, 5% të hapësirës njohim. Se ndryshove mendim Harper? Nuk e di, se thjesht pra kam prap interes, por thjesht një ndjenje brendshme. Patjetër. Pra ndryshojnë dëshirat.
Edhe unë dikur doja të bëhesha mjeke, për shembull, po s'u bëra kurrë. E gon? Ç'a do të bëheshe? Ç'a doja të bëhesha unë? E ka harruar. I rritur, donte të bëje i rritur. Doja të rritesha. Edhe tani që u rritot, dua të bëhem prapë fëmijë. Prapë fëmijë. Po, më duket interesante ajo që ke menduar. Ti je me 10, besoj, Harper. Po. Se vën dyshim. Çfarë klase je ti? Të katërtën. Po. Po, Nga ja, kështu kemi marrë dhënjet dhe e goni ta bëj gjithmonë. dhe unë një pyetje Pa i shkretë. tjetër. Në këtë vit të ri, ç'a preti, çfarë dëshire ke për vitin 2026, që do që të ta plotsoj? Baba gjyshi. Mua ma ka thënë. Okej. Ka dërgu me email. Po. Se ta thot ty. Nëse do t'ishte dëshirë materiale, do të doja të kisha një lepur. Oh. Mami! Oh, do gjetë. Mami! Pse një lepur? Mua më kam pas pëlqyer shumë lepujt kur isha e vogël dhe akoma jam e fiksuar me kafshët, sidomos kafshët e buta dhe macet e lepujt janë gjërat e mia, kafshët e mia të preferuar. Vetëm se mos e mbaj në kopsht lepurin, se bën grop nga poshtë dhe të ikën. Apo Po da jetë nga këta të butët, ma. nga këta lepujt e but, po. Po, është lepur, më nuk është eskavator. Jo, është e vërtet që të Po, bëj. i si bën ato. Jo, Edhe ndodhi lepur, edhe një lepur. fundjavë më parë shkoju në një vend që kishte lepur. Dhe thash ç'është kjo grop? Po. Dhe më thanë që ishte Po, gropa kishte që bo ishte lepuri. Po, në qose ti i rrethon, për Ka shumë me kemë ka ndërtus lepuri. Ka hap themelet. Si dirë? Mirë, lepur biznesmen, më pëlqen, më pëlqen. Po në aspektin shpirtëror, se aspektin material e tham lepurin. Do të doja që ta shijoja më shumë këtë vit, vitin tjetër që po vjen, sepse këtë vit që po lem pas, unë kam qenë e zënë dhe ky vit ka qenë i mbushur me aktivitete dhe eksperiencë, prandaj do të doja që vitin tjetër ta shijoja më shumë. Ti e lodhur ke shkruar. Po. Do që ta shijosh më shumë. Po ndërkohë po Bravo. bëm planet për librin e tretë. Një mrekulli. Nuk do ma tregosh ti. Jo, Ja, ta nuk do ma lexojmë. tregosh. Nuk Do ta tregohet. lexojmë. Libri, filmi, drama nuk tregohet. Nuk tregohet, nuk i bëjmë spoil. Unë e kam vdekje kur ma tregoj. Ah, Jo, edhe unë. më lër ta shoh i them, ose më lër ta lexoj. Po unë një gjë të vogël sa për ngacmuarit, çike. Pare. Okej. Do ta Okej, respektojmë babagjyshin. E respektojmë babagjyshin. Se na ka ardhur mik. Të lutem. Ne i kemi për tradit më të vjetrit i Si respektojmë. thoshte një profesori im i madh i teatrit, thoshte teatr do me thonë me bo në i tanë, mos ma thuj do e bëj kështu, do e bëj kështu, do me thonë me bo, boje ta shofim. Po sportet? Tani s'është se jam Jo, kush të pëlqen? noti. Not, bravo. Mua më pëlqen më shumë Por noti. ti më i mirë që mund të Sepse- njësojsh noti. Ndihem më mirë kur notoj. Yes. Se ka qenë gjëja e parë që kam mësuar. Po. Unë 18 vjeç më mësova not. Unë kam mësuar Mos ta humbit. Po ndjem keq. 7, Po. 7 mendoj. Është shumë mirë, sepse Bravo. noti është i vetmi sport që të vë në lëvizje 99% të muskujve. Dhe mbi të gjitha, përveç që i bën shumë mirë fizikut, rrafjeve të zemrës, qarkullimit gjakut e tjerë, të qetëson shumë ujë dhe psikologjikisht. Besoj se ti duke notuar e ke provuar këtë që po them unë. Po. Unë jam nga Babagjysh? Vlora, Mrekulli. unë jam nga Vlora, Babagjysh vlonjat, ë? Po, dhe po. Oj ti tash, Ekuadorin, O babagjysh. nga Ekuadori deri në Pol Veriut e kemi çliruar na. Babagjysh, tani Gjithë do hemisferin. na e bësh shefin se edhe ne fëmijë jemi, e kemi atë fëmijën brenda Bravo. vetes. Unë dua që të më thuash gëzuar vitin e ri me theks vlonjat. Gëzuar vitin e ri vlla. Në ditë atë që i vajti vajza 17 vjeçare në shtëpi, Po. erdhi nga shkolla. O ba, vlla. E kemi ne këtë. Vlla, E e kemi kemi, ton. Ndonjë pyetje tjetër për Harperin kemi përpara se të Jo, shkojmë unë tek mbyllja? do doja ti thosha Harperit, domethënë nuk është pyetje më tepër se sa është një si lloj reflektimi që ose filtrim, një lloj analize e brendshme. Harper, në qoftë se ty, që do ta bësh ti, mund të mos përgjigjesh. Në qoftë se ti do të kishe 2 zgjedhje në jetë,
do të zgjidhje zonën e sigurt për të ardhmen tënde, apo do të zgjidhje atë gjë që është aventuriere, jo në kuptimin e keq të fjalës aventur, por në kuptimin e sfidave si profesion. Pra, ta thjeshtoj, do të bëjë një zgjidhje kompromisi, të zgjidhje një profesion që do të jepte të ardhura të mira për të plotësuar nevojat e tua në jetë, apo do të provoje në një profesion që nuk ishte brenda zonës së rehatisë të komfortit. Për shembull, ku dëgjon, po flas unë, po them unë, filozofi ose aktore ose poete ose çdo zgjidhje. Nuk është nevojë të japësh përgjigje. Mendoj që do të zgjidhja të dytën, sepse edhe nëse nuk e bëj mirë, të paktën e mora si eksperiencë, kështu pastaj nëse do e kem prap mundësinë, mund them po, ose mund them në tjetrën. Tani, për mendimin tim dhe një përgjigje që unë admiroj, sepse njeriu ka një jetë shumë më të bukur kur pranon sfida. Ajo zona e sigurt është shumë e këndshme, pa diskutim po ajo në një lloj mënyre të vë pak në letargi. Kurse kur ke një profesion me sfida të bukura, jeta bëhet më e pasur. Të paktën mua shumë ka ndodhur me profesionin tim. Prej babagjyshi. Më rrinin drerë. Harper, kemi një letër për babagjyshin, no? Po. Okej, do ta lexojmë? Asa bukur. Më pëlqen shumë me shkrim, më ka lezet. Po. Gjë që na mungon ditë vetë sot. Na mungon shumë. Jo, unë vazhdoj shkruaj. Ti paguaj përpara se të lexojmë letrën? Babagjyshi ti u lodhe? Kur? Babagjyshi. Sa të shkur. U lodhe babagjyshi. Pastaj edhe babagjysh vlonjat? A për më tepër. Si u lodhe? Ke bërë një pjesë rrugë me not? Ma tash unë nuk jam Titaniku, jam babagjysh. Me not. Unë s'jam skaf 4 motor, vlla. Jam 4 drerësh. Hajde, Harper. Okay. I dashur babagjysh, kaloj një vit I gjatë, ashtu si që jam rritur unë dhe ti nga një fëmijë e bërë një plak me mjekër të bardhë. Pres me pa durim bë rritin e ndërimit të viteve, sepse aty unë do të marrë dhurata prej teje. I veshur me kostum të kuq, ti vjen për të ndriçuar jetët e fëmijëve në mbar botën në këtë fund viti. Shpresoj që çdo fëmijë në këtë botë të jetë sjell mirë dhe të ketë merituar dhuratën më të bukura. Me siguri të dhurosh kaq shumë sa dhuron ti është një punë e lodhshme, por unë e di që ti bashkë me elfët bën një punë shumë të bukur për të plotësuar dëshirat e të gjithë fëmijëve. Në darkën e ndërimit të viteve, poshtë pemës time do të gjesh biskotat e tua të preferuara. Unë pres me pa durim lepurushi me gëzof të bardhë. Me dashuri, Harper. Sa e bukur. Po një qik Nutella aty të biskota, do ke. Po, do ket. A dhe ke. Edhe unë po ta jap dhuratën e parë që tani, Harper. Sa qep. Sa qep. Po do e hapësh pastaj. Si duash ti? Një kurios. Urdhëro. Okej, si të duash, është e jotja, Është e jotja e vendos ti ç'bëhet. Vitin e ri edhe qoftë një vit I mbar, I bukur, I lumtur, I gëzuar. Faleminderit. Babagjysh, me që ty nuk të bëjnë dhurata, ti vetëm bën dhurata dhe pret mesazhet e fëmijëve të gjithë botës. Aty te kompjuteri ngelet po. Për ty mendojmë ne. Po. Edhe ka është dikush që mendon dhe për mua. Edhe të dhurojmë një bilet dyshe, të shkosh me zonjën Klaus aty së bashku dhe të zgjidhni filmin e preferuar. Mirë, the zonja Klaus në se Santa. Cineplex. Faleminderit. Shikim të këndshëm babagjysh. Yes. Mos bëj rëmuj në kinema, e di që je I zëm, do kapim orarin e orës 10 se mi në punë. Harper, edhe për ty, mund të zgjedhësh shkosh me mamin, ndoshta, ose dhe t'ja dhurosh mamit dhe babit një dhuratë që mund ta shfrytëzojnë bileta për në kinema Cineplex. Këto ditë Harper, kur të doni, po, kemi edhe sugjerime. SpongeBobi, Sa bukur. mund të shkosh me mamin, me babin. Me babin. Zgjidhe ti. Ta shohësh. Edhe të kënaqesh edhe të qeshesh.
Ose mami dhe babi mund të shohin SpongeBobin që të rindjehen edhe një herë fëmijë. Sepse mua vërtet me këtë buzëqeshjen fantastike që ke më mrekullove sot dhe siç e vutër edhe ju të gjithë dhe ti Viola edhe baba gjysh, unë kam qenë shumë i heshtur këtë pjesë, e kam shijuar pafund. Njësoj. Shumë faleminderit. Në fakt po. Shumë faleminderit baba gjysh. Faleminderit. Të shkoft mbar rrugëtimi. Shumë faleminderit. Inshallah nuk Inshallah nuk më prishet slita. Inshallah, shpresojmë. Se ka dhe rrugë grop. Po, jeni në Shqipëri, këtu do dali patjetër njëri që do të ndihmoj. Jetojmë në Tiranë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ti shumë që ishe. Harper, faleminderit shumë. Edhe gëzuar vitin e ri, baba gjysh, shumë faleminderit. Faleminderit juve, është një studio e mrekullueshme ku unë gjithmonë vi si baba gjysh me shumë kënaqësi, po edhe si miku juaj. Me shumë kënaqësi, me shumë mirënjohje. Mirë, ne kemi përfunduar këtë pjesë. Pas baba gjyshit ishte aktori i nderuar Neritan Liçaj. Neritan Liçaj e falenderojmë. Urrujta tani. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit për kënaqësinë që më dha. Na duhet gëzim, shaka, argëtim dhe dashuri në këtë atmosferë festive, po në çdo 365 ditë të vitit. Dhe 360 gradë. Po, e vërtet. A më bëjtë ju një uri? Po, patjetër. Do të doja të uroja të gjithë njerëzve një vit të begat, të suksesshëm e të mbushur me gjëra të bukura. E ku ka më bukur? Me që të gjithë këtu i duam librat, është momenti që të shkojmë tek sugjerimet e javës nga leximtari. Shohim së bashku çka kanë përzgjedhur dhe pastaj rikthehemi për të vijuar me këtë program special vetëm për natën dhe ditën e fundit të vitit. E nisa nga nata, unë nuk e di pse. Ose pilafi. Sepse nata është edhe më intime, është më përsheshje. Edhe më përsheshe. I ndjekim.